edhe jeta në zonat urbane është bërë e padurueshme. Si banori Rawabit, një qytet në veri të Ramallahut, shkruan Al-Kik, edhe unë ndjej për ditë mbytjen e pushtimit. Nëse më duhet të udhtoj jashtë qytetit për punë, për pazar, për dokumente zyrtare apo për çfarëdo tjetër, mund të mbetemi bllokuar në një pikë kontrolli për orë të tëra dhe të mos arri kurrë në destinacion. Midis Rawabit dhe Ramallahut ndodhen 4 porta hekuri, një kull ushtarake dhe një pengesë, të cilat mund të shndrojnë udhëtimin 10 minutësh në përjetësi. Në gjithë bregun perëndimor ndodhen 916 barriera izraelite, porta dhe pengesa hekuri, 243 prej cilave janë ndërtuar pas 7 tetorit 2023. Këto hapen dhe mbyllen sipas tekeve të ushtrisë izraelite, që do thotë se një palestinez mund të mbetet i bllokuar për orë të tëra në një pengesë të vetme. Kjo ndërpret çdo aspekt të jetës, nga vizitat familjare, te kujdesi urgjent mjekësor, ndjekja e shkollës apo transporti i madrave. Palestinezëve ju është mohuar gjithashtu hyra në Jerusalem dhe përrjedhoi liria e tyre adhurimit në xhamin Al-Aqsa dhe kishën e varrit të shenjtë. Vetëm pak palestinezë marrin lejet e veçanta që nevojiten për të hyrë në qytet. Ne, shkruan Al-Kik, kemi hyrë për herë të fundit në Jerusalem më shumë se 20 vjet më parë.